Çmimet e produkteve bazë do të jenë më transparente për konsumatorët shqiptar përmes platformës së re Pricewatch Albania, e cila pritet të lançohet nga muaji shtator. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima deklaroi sot se platforma do të mundsojë qytetarëve të shohin dhe të krahasojnë çmimet e produkteve bazë, duke zgjedhur se ku mund t'i blejnë ato me çmimin më të ulët. Çmimet e produkteve bazë nuk mund të jenë më çështje vetëm opinioni. Deri tani kemi folur për çmime duke i referuar indekseve, inflacionit, normave të rritjes në përqindje, ndërkohë që qytetarët duan të dinë se sa kushton një produkt dhe ku atë produkt mund ta blejnë më lirë. Për këtë arsye, nga muaji shtator, ne do të lancojmë një platformë e cila quhet Pricewatch Albania. Nëpërmjet platformës, ne do të bëjmë publike dhe transparente raportimin e bizneseve që merren me tregtinë, me shumicën e pakicë të produkteve për çmimet bazë, dhe konsumatorët do të mund të shohin dhe të zgjedhin se ku ta blejnë një produkt i cili kushton më lirë. Ne nuk do të mjaftohemi me kaq. Nëpërmjet gjithë mekanizmit që po ngrenë të raportimit, ne do të analizojmë çmimin nga importi apo prodhimi deri në raftet e supermarketeve apo në tregje. Unë sot jam në Tiranë dhe çmimi i domates, sapo më tha Maria, që është 120 lekë, ndërkohë që në Lushnjë një njëta domate tregtohet me 50 lekë. Ne duhet kuptojmë se ku ndodh rritja e çmimeve dhe sigurisht të ndërhyjmë aty ku ndodh, me qëllim që të mos ketë abuzime. Qeveria nuk ka të drejtë dhe nuk ka në dorë të përcaktojë çmime, por ama qeveria ka në dorë të monitorojë dhe të krijojë transparencë. Në vende të tjera të Europës që është përdorur ky mekanizëm, ka pasur efektivitet në reduktimin real të çmimeve. Ndaj dhe ne kemi vendosur të ecim me këtë platformë, e cila do të jetë një pasqyrë të çmimeve dhe një pasqyrë e mekanizmit që do të përdorim për transparencën e çmimeve ndaj qytetarit. Sipas ministres, mekanizma të ngjashëm të përdorur në vende të tjera europiane kanë ndikuar në reduktimin real të çmimeve, duke arritur transparencën dhe mundësinë e konsumatorëve për të krahasuar ofertat. Pricewatch Albania, pasqyra e çmimeve, do të integrohet edhe në pasqyrë Albania dhe do të jetë në dispozicion jo vetëm të konsumatorëve shqiptar, por edhe të vizitorëve të huaj në vend. Ministria nënvizoi se në një ekonomi të lirë çmimet përcaktohen nga tregu, ndërsa roli i institucioneve është garantimi i transparencës, monitorimit dhe informimit të konsumatorëve.